Hej, du me ja u tregu një tregim. Njëherë në një kohë, në një lugin të qetë, të rrethuar me maje të malit të gjelbërt, jetonte një udhëtar i ri me emrin Kaj. Edhe pse ai kishte vizituar shumë vende, ai kur nuk ndjehej i lumtur. Besonte se diku tjetër fshihej dashuria dhe lumturia e përkryer. Një mëngjes, Kaj dëgjoi për një mjeshtër të vjetër të quajtur Zen. Ai jetonte pranë një liçeni me ujë të kaltërt dhe të kthjellët si kristali. I shtyr nga kurreshtja, ai ngjiti shtegun përpjet për ta takuar. Kur mbriti, e pyeti: "Mjeshtër, ku mund të gjej lumturinë e përhershme?" Mjeshtri pusqeshi, por nuk i tha asnjë fjalë. Në vend të kësaj, i dha një filxhan të vogël bosh dhe i bëri me shej drejt liçenit. I habitur Kaj e mbushi filxhanin me ujë dhe e solli. Mjeshtri hodhi me kujdes një guralec të vogël në filxhan. Valëzat e vogla që përhapej në sipërfaqen e filxhanit dhe uji pas pak u qetësua përsëri. "Çfarë sheh?" e pyeti mjeshtri. "Shoh që uji po qetësohet," u përgjigj Kaj. Mjeshtri tundi kokën. "Mendja jote është si ky filxhan. Ajo e përpin çdo qetësim dhe çdo frikë që ke dhe çdo përpjekje për të krijuar dhe për të munduar që ta gjesh në guralecin të cilin ti e hodhe. Valzat janë mendimet e tua të trazuara, por nëse ndalon së hedhuri gur, do me thënë mendime në mendjen tënde, ajo vetvetiu qetësohet." Kaj ul në heshtje pranë liçenit, dëgjoi zogjët, vështroi fllatin dhe sipërfaqen që ishte e gjelbërt. Kështu, ndërsa dielli po perëndonte, liçeni pasqyronte qiellin e artë si një pasqyrë. Kaj buzëqeshi. "Besoj se tani e kuptoj," tha. Mjeshtri qeshi lehtë. Që nga ajo ditë, Kaj vazhdoi të udhëtonte nëpër botë, por nuk e kërkonte më lumturinë në vende të largëta. Ai mbante brenda qetësinë dhe urtësinë e asaj që i mësoi njeriu i mençur. Andaj, mësimi i këtij tregimi, miq të dashur, është se paqja nuk është diçka që gjejmë në fund të një udhëtimi. Ajo është diçka që ne u zbulojmë kur ne mundohemi gjithmonë të jemi në qetësi me mendjen dhe veprimet tona.